Mirëmbrëma, ja ku takuam sërish në emisionin Këndvështrim. Unë sot jam në studio me Artur Roshin, kreun e Ballit Kombëtar Demokrat. Zoti Roshi, mirë se erdhët në emisionin Këndvështrim. Faleminderit për ftesën dhe që më jepni mundësinë për të komunikuar me qytetarët e Durrësit, të qarkut të Durrësit. Jemi një javë para zgjedhjeve 11 majit. Si e shihni situatën politike? Është një fushat impresionuese për ne që jemi opozitar. Na ka dhënë shpresë për një fitore të padiskutueshme. Janë vetë njerëzit, qasje e tyre, emocionet që përçojnë ke ne që quhemi si menaxher të fushatave, edhe të fushatës opozitës. Dhe jam shumë optimist, e shumë besim, një gjë që ishte pa perceptueshme para shumë pak muajsh. Sot opozita përveç planit kombëtar, pra rritjes intensitetit të themi të përqimit të programit tek çdo shqiptar në mënyra të ndryshme, përveç mediave, sepse mediat i ka kap qeveria, kemi një ngritje të jo thjesht një lloj emocioni politik, por kemi një shkallë mendimi tjetër për opozitën, pra opozita shikohet si qeverisja e ardhshme e vendit. Në planin ndërkombëtar, opozita atë që kishte dje, që nuk e kishte, pra që nuk kishte mbështetje ndërkombëtare, sot e ka fituar në mënyrë absolute dhe qeveria ajo që ndihet e izoluar. Pra kemi marrëveshjen, rezolutën e Partive Popullore Europiane. Unë do t'u them që rezoluta të tilla emergjente, menjëhershme, ne nuk kemi në gjendje lufte, pse duhet të bëheshin. Pra do të thotë që Shqipëria opozita do të mbështetur me çdo kusht. Pra Partitë Popullore Europiane, nga ku 17 janë kryetarë qeverish në Europë, dhe do të thotë që në shumicën e Europës, në Parlamentin Evropian, është qendër e djathtë ajo që qeveris, kështu që kjo përkrahje i erdhi. E keni parë ju dhe nëpërmjet eurodeputetëve të ndryshme, eurodeputeti spanjoll, eurodeputetës italiane që po shoqëron zotin Berisha, absolutisht po. Tjetër, është mbështetja amerikane në shkallën më të lartë. Përveç konsulentit elektoral politik që është Kris Lasivita, që drejton gjithë fushatën tonë të opozitës. Një nga njerëzit më të afërt të Trumpit, pra një nga njerëzit që bëri fushatën e Trumpit dhe pra është pjesë e suksesit të fushatës të Trumpit, po pjesë e qëndësishme, kryesore të themi. Dhe ajo që është prapë më e rëndësishme, sipas meje, është kontrata e lobimit me avokatin më të afërt të Trumpit, me avokatin më të famshëm në Shtetet Bashkuara të Amerikës, që ka bërë opozita, po jo në mënyrë të drejtë për drejtë, opozita është pëlqyese, je pëlqimin e saj për këtë kontratë, por që ka bërë adetarë shqiptarë, pra e ka bërë lobi shqiptar amerikan, të jemi të hapur. Lobi shqiptar amerikan ka bërë një kontratë me avokatin e Trumpit për t'i ardhur në ndihmë demokracisë shqiptare dhe për të ndihmuar indirekt opozitën, por në fakt ndihmohet demokracia shqiptare që vendi të vej futet në shinat e zhvillimit ekonomik, që shqiptarët mos ta ndihen veten në kthetrat e mjerimit, siç kundër ka ndodhur në këto 12 vite. Pra ne çdo ditë që po kalon me këtë qeverisje, ne shikojmë që po humbasim diçka nga frigoriferët tanë në familjet tona. Kështu që unë do thoshja që opozita është në pikën më të lartë të vlerësimit ndërkombëtar, të mbështetjes ndërkombëtare, por që ka filluar ky gradimi është në një shkallë të konsiderueshme dhe që thyen në krahun e fitores së opozitës edhe nga shqiptarët, të cilët kanë qenë skeptik në fillim, tani e kanë humbur skepticizmin, tani frika e tyre është vetëm se mos Rama ka mekanizmin e vjedhjes dhe mos i vjedh. Po sigurisht diaspora nuk diskutohet, vetëm se ka një problem që nuk se besoj shumë ke mekanizmi i numërimit të votave diasporës, sepse sigurisht KQZ-ja është e qeverisë. Mirë po, kam një bindje të brendshme që votat diasporës janë raport 80% për opozitën dhe 20% për mazhorancën, gjë që e cila nuk do të munden ta devijojnë, ta deformojnë. E njëjta gjë në bindjen time është edhe këtu brenda. Opozita është në kufit e 65%, gjithmonë në gjykimin tim, në opinionin tim, por pra shqiptarët kanë një bindje të brendshme do ta votojnë kundër,
me çdo lloj presioni pozitiv që gjoja qeveria bën, pra qeveria sigurisht i ka mekanizmat për të punuar në terren, pra janë patronazhistët, të cilët janë të paguar, ata quhen pjesë e administratës, quhen njerëz që janë të paguar për të punuar. Problemi është kush është feedbacku që ata marrin. Ne nuk kemi një feedback për ta, njerëzit heshtin, i dëgjojnë në mënyrë pasive dhe vetëm kaq. Sepse njerëzit sigurisht nuk janë emancipuar dhe nuk kërkojnë të bëjnë debate siç bënin shumë në vitet 90 që kur ata nuk të donin të vinte grushti fytyrës. Pra, Partia së Punës Kry vinte në vitin 90 sa, por unë dua të them një gjë që jemi një lloj si vitin 91-92. Pra, kur atëherë gjithë pjesa e nomenklaturës vjetër, gjithë antarët e Komitetit Qendror, njerëzit e afërt të tyre, fillonin vetë ata të shanin Partinë e Punës. E njëjta gjë sot, vetë drejtorët e Partisë Socialiste në qarqen rreth në qendër, vetë ata nuk e durojnë më dot. Kur do iki thonë, Pra, çfarë do thotë kjo? Do thotë që ne jemi në kuotat e vitit 90. Pra, njerëzit vetëm se ka ndryshuar gjë, njerëzit nuk flasin, janë më të tërhequr për të folur, nuk debatojnë, por atë që kanë të brendshme kanë bindjen do ta shprehin me vot në 11 maj. Sigurisht, nga ana tjetër, nuk mund të mohoj atë që Rama do bëj çmos për të aktivizuar sistemin e vjedhjes vot, sepse ka gati, në opinionin tim e ka sistemin dhe unë dyshoj shumë që ai mund të çedoj në mekanizmin e vjedhjes votës, do përdori çdo mënyrë për ta deformuar rezultatin, por presioni pozitiv që do të bëjnë ndërkombëtarët do jetë i tillë që do t'ia prishi skemat në momentet e fundit dhe Rama do dorëzohet i humbur në 11 maj. Kjo është bindja ime. Shpresoj që të vijë dhe të rrëfehen prapë në televizionin tuaj me fjalë, por vetëm se në pjesën e fituese dhe pas zgjedhjeve do t'i komentojmë rezultatet. Qëndrojmë pak tek sistemi zgjedhor. A mendoni se është i duri për përfaqësimin parasysh listat e mbyllura, listat e hapura? Shiko, sistemi zgjedhor sigurisht mund mos jetë ai që dëshirojnë të gjithë, ose edhe unë dëshiroj për shkak, po themi nuk është favorizues për partitë e vogla. Shumë e prek ballën kombëtar demokrat. Po sigurisht. E para një mos lejimi i koalicioneve që ai ka fiksuar në kushtetutë, bëri atë që ne të integrohemi në një listë vetëm në listën e Partisë Demokratike në trajt në një koalicioni, por që është një listë, pra partia udhëheqëse e koalicionit është Partia Demokratike dhe ne jemi të integruar në një listë përbashkët, kur do kishim të gjitha aleatët do kishim listat tona. Pra do të kishte një ekspansion të votave që do të kishim një siguri absolute sot. Sigurin sërish e kemi, sepse është dhimbja shumë e madhe tek njerëzit për ta larguar mjerimin njëherë për gjithmonë nga vatrat e familjeve të tyre, edhe kjo është ajo që shtysa e brendshme për gjithë shqiptarët, them unë, edhe për gjithë opozitarët që të them të drejtën ishin naj të shpërndar para zgjedhjeve, sa që është e pabesueshme sot që shikon të bashkuar edhe që kujdesen për mbarvajtjen e fushatës, sikur kujdesen për një problem të biznesit të tyre. Kjo më kënaq në një farë mënyrë, edhe më jep inpute pozitive për fitore në zgjedhjet e ardhshme. Nëse do të rrim sërish ke kodi zgjedhor, do thosha që opozita në qeverisjen e nesme do të bëj tentativ, sigurisht do duhet konsensus edhe me palën tjetër, me opozitën e nesërme, që është Partia Socialiste sot, por do bëj tentativ për ta përmirësuar kodin edhe për ta sjell votën e lirë, për ta bërë vërtet lirë. Pra nuk do të thosh që ti voton vërtet atje i lirë, po vota të shkojë në destinacionin e duhur. Një njeriu që do t'i japësh, nëse garon për kryetar bashkie në një vend, ajo vot duhet numërohet. Sot nuk është e tillë. Kështu që pra sot ne përballemi me manovra të ndryshme të fuqisë pushtetit si opozit, edhe mirë po them që fuqia jonë është më e madhe, pavarësisht se nuk kemi fuqi ekzekutive, po në përsi në moral, në energji, janë energjitë e asaj tati trehapshit para se sa të shkosh në gremin, që njeriu për të mos rënë gremin i dalin fuqit nga brenda dhe bën gjithçka për të shpëtuar. Dhe këtu në këtë moment është opozita, kështu që
them kjo gjë nuk ka gjë që ta përballoj këtë lloj energjie dhe sigurisht ndërkombëtarët Kris Lasivita do të ketë rolin e vet, kontrata e lobimit që kanë bërë shqiptaro-amerikanët sigurisht do ketë ndikimin e vet, nuk është e drejtë për drejtë, kontrata nuk është për këtë gjë, për zgjedhjet, por është një kontratë që për mua është për të ardhmen e demokracisë së Shqipërisë. Absolutisht, po tregon besim e njërë, nuk bën kontratë një milioner, një lobist me njerëz që nuk respektojnë disa rregulla demokratike, sidomos për lobistë amerikanë. Kjo e vetmja për herë të parë në historinë e Amerikës e theu administrata Biden. Sorosi që kishte i afrin atë për të bërë si duhet, për të majtëzuar si thua gjithë globin. Asnjëherë nuk ka ndodhur që Shtetet Bashkuara të Amerikës të pranojnë lobime nga e majta. Kushdo që ka qenë aty, demokratë apo republikanët. Kështu që pse? Sepse ata ngjizen ke parimi edhe ke mekanizmat demokratik. Nuk pranojnë atë lobime nga të majtë, sidomos po dëgjuan emrin socializëm. Kështu që pse nuk se Rama jo që provon, a kupton, ti e di, më fjalë. Ai ishte që e shau Trumpin, ai ishte që ushtri barka sa fitoi Trumpi që është më i miri do fitoj, do më vjen, është ai që bota donte, ë? Thoshte koherencën këtë, politikë. Por nuk i ka të mbyllura dyert edhe ai e provoi edhe në Gjermani, që nuk bëri dot një kontakt me Benz. Partitë e reja kanë fjalën për Agron Shehe, Adrati Klapa, çfarë komenti keni lidhur me këto? Shiko, ka një gjë, kodi zgjedhor, mënyra si është ndërtuar kodi zgjedhor, nuk i suporton këto parti. Pra do të partitë e reja. Qoftë edhe individ që duan të garojnë veç shumë për kryetar bashkie apo kandidat për deputet, nuk i suporton me fjalë. Nuk prodhojnë dot deputet. Kjo është si një dhe një që bëjnë dy. Tani lind pyetja, ndoshta në mënyrë të natyrshme, se pyetja juaj që këtu besoj që ndron me fjalë thelbi pyetjes që përse garojnë këta? Kush është qëllimi i tyre? Ata din vetë kush është qëllimi i tyre, unë nuk ashtu, por unë dua të them një gjë që politikisht ata janë kundër në një farë mënyrë dëmtojnë të djathtën, po themi ne të paktën pra Agron Shehajin e shprehur vetë Berisha, më bukur se që shprehur Berisha që i ka ofruar vendin e Belind Kulliçit, ai nuk ka pranuar. Pra që ti është deputet i sigurt, çka kërkon tjetër? Pse s'ka pranuar e di vetë ai? Dhe këtë gjë tha zoti Berisha dhe unë kësaj s'mund të heqja asnjë presje, është shumë e qartë. Pjesa të tjerëve, pastaj ata qartësisht kanë qenë majtas, shqiptarët e kuptojnë që janë majtas, pavarësisht se mundohen që gjëja se bëjnë një lloj oponense me qeverinë për të marrë vota të djathta, por alibia këtyre zgjedhjeve për Ramën ka qenë krijimi i këtyre partive të vogla, duke patur mekanizmin e vjedhjes, duke krijuar ke njerëzit idenë që shiko këto partitë e vogla coptuan opozitën. Po të vësh edhe sondazhe që organizon në mënyra të ndryshme qeveria, gjithë janë sondazhe të qeverisë, thotë që Rama vetëm është diku aty afër 50% ose 40%, por të gjitha partitë bashkë me opozitën, si thua, e mundin qeverisjen e sotshme. Pra, është bërë nga skemës së Ramës, edhe çdo lloj sondazhi që bëhet. Kjo ka qenë skema e tij, që opozita nuk i fiton, sepse ai mendon që i vjet, ai di që votat që në 2021-shin për 20.000 vota e fitoi. E di që shqiptarët nuk e votojnë më. Edhe duke ngritur alibin që votat e opozitës fragmentarizohen nga këto partitë e vogla, ai fut në punë mekanizmin. Alibia e dytë e Ramës është vota e emigrantëve, pra atë ka parë si një siguri për të tjetërsuar, për të deformuar procesin e votimit të emigrantëve. Manipulimit të emigrantëve. Mirpo, thasha, bindja e brendshme ime është që nuk do klubin e votave i do jetë pro opozitës, nuk do ketë perëndi që do ta stopoj. Aq më tepër Rama që nuk beson në Zot, që nuk e stopon dot. Qëndrojmë pak tek SPAK. A mendoni që do ketë ndikim këto zgjedhje? SPAK-u shiko është
unë e kam thënë që është një mekanizëm që drejtohet dhe vepron edhe politikisht shpeshherë kemi parë që vepron si organizëm politik në të themin e njëjtin në frym në lëvizjet që bën mazhoranca ose që çojnë në një farë mënyrë ujë në mullitë e mazhorancës të qeverisjes. Sigurisht aty mund të ketë individ, po bindja ime ka qenë kjo, mund të ketë individ, po themi ne që janë të ndershëm, nuk e absolutizojmë, por ajo që unë them që SPAK-u është tërësisht krahun e qeverisë është kjo që të gjithë vinë nga familje komunistësh. Pra, të gjithë burimet njerëzore të SPAK-ut i ka kuadratuar në një familje, ka futur brenda kuadratit të SPAK-ut dhe të gjykatave Rama. Atëherë si mund të besosh që në një reformë tërësisht kaq të thellë të bërë nga një qeveri, kushdo lloj qeverisje që të jetë me fjalë afektohet në një farë mënyrë dhe bëhet pjesë përfituese e ngritjes së kësaj skeme. Kështu që aq më tepër Rama që ka maninë që çdo që liz kudo ose çdo gjë që lëviz në botë ta drejtojë ai. Kështu që bindja ime e brendshme se udhëheqësi shpirtëror i tyre është Rama, kaq këtu mbaron për mua çdo gjë. Të tjerat pastaj vjen rrjedhoj. Sipas me, pra unë gjykoj SPAK-un jo si individa, jo si mekanizëm që si duhet vendit drejtësisë, si duhet mekanizmi i drejtësisë, mirë, nuk është mekanizmi që i shërben vendit, sipas me. Kështu që në këtë kontekst opozita në programin e saj ka që do ta reformojë atë, duke marrë këshillat e Komisionit Venecias. Reformimi që do t'i bëjë Venecia në mënyrë korrekte, opozita do ta votojë edhe do ta reformojë edhe gjithë sistemin e drejtësisë në një farë mënyrë. Dhe sistemi i drejtësisë nuk është vetëm thjesht SPAK-u. Sistemi i drejtësisë, shërbimi duhet marrë qytetarët. E drejta nëse nuk të vjen në momentin e duhur, është e munguar tërësisht, pra nëse një pronë nuk e merr sot, atëherë jeta jote nuk është 200 vjet, është 50 vjet është aktive. Dhe nëse ti s'e shfrytëzon atë për të bërë biznes, atëherë ajo i mbetet brezi tjetër. Por edhe brezi tjetër mund ta humbasim me mënyrën se si jepet e drejta në Shqipëri. Domethënë, pra problemet me pronat kryesisht për të abuzuar me to, sistemi i drejtësisë në tërësi, me fjalë, lëngon në vendin tonë. Një çështje gjyqësore mund të harrijë, civile harrin 15 vjet. Zgjat pavullsisht nga po çfarë drejtësie mund të marrësh 15 vjet? Kështu që për mua kaq, unë e shikoj në planin politik, se pavarësisht se thonë që drejtësia nuk është politike, duhet të jetë e pavarur. Këto janë prallat që nuk besohen në fjalë edhe në vendet e perëndimit dhe literatura thotë që qeveritë demokratizuara, qeveritë demokratike tërhiqen nga ndikimi dhe drejtësisë, por nëse do duan të ndikojnë dhe ato ndikojnë. Pra ky është dyshimi, ndërsa këta thonë që shikoj ajo është e pavarur, po si është e pavarur ajo kur ai vjen nga një familje, po themi ne antari i Komitetit Qendror, po themi gjyshi, baba i tij apo kudo di unë. Si është e pavarur, ai është ngjizur me të shkuarën tërësisht. Po çka koncepti ka ai për pronën? Po është kundër pronës, sigurisht që ai e jep njeriu që do ta përfitojë pronën dhe jo ish pronarit. Ish pronari për atë mbetet armik i familjes së tij. Kështu që me këto prallane nuk funksionojnë këtu. Sistemi i drejtësisë për mua, po mendimin tim personal, pa ashtu, duhet ishte i balancuar, edhe me burimet njerëzore. Me njerëz me bindje të majta dhe të djatha brenda, që njerëzit të gjenin në mënyrë të balancuar deri diku drejtësinë. Pra mund të ta humbiste njëri, po mund të ta jepte tjetri. Do ishte një përqindje probabiliteti gati i parafort për dy palë, si pra ta i mendojnë majtas dhe djathas. Ndërsa kështu është e pavarur, po i vendosun të gjithë, dhe të gjithë familje ish komunistësh, kështu s'ka, si mund të mos ta besoj unë që SPAK-u është tërësisht është jashtë llojeve të drejtësisë, po themi ne që shtyllave të drejtësisë që ngre bota, perëndimin. Ata kemi modele, nuk kemi model drejtësinë e Roçës. Zoti Roçit, pyetja e fundit, duke qëndruar edhe në kuadër të sondazheve, cili është parashikimi juaj për këto zgjedhje dhe pastaj ndoshta të takojmë prapë pas zgjedhjeve ta diskutojmë si sigurisht, unë them që opozita do të fitojë me çdo manovër që bëj Rama për ta penguar ato. Opozita do të fitojë.
duket sikur majoranca bën presion tek njerëz të përfaqësues të opozitës, tek njerëzit në terren se ata po punojnë fort. Institucionet thashëthemeve ata kanë të hershme që nga Partia e Punës edhe këtë Brezione di mirë. Ata mundojnë që me thashëtheme të intrigojnë njerëzit për të thënë se ne punojmë fort. Sigurisht, ata mund të punojnë për të ruajtur ofiqet e tyre edhe janë të paguar për të bërë këtë, por nuk kanë efekt ato tek njerëzit. Njerëzit nuk absorbojnë asgjë nga ato që thonë ata. Njerëzit janë indiferent, edhe këtej majta su vinë fjalët, djatha su ikin. Kështu që unë besoj se këtë radhë Rama do marrë atë që meriton humbjen që nuk e ka perceptuar ndonjëherë. Humbje të thellë në bindjen time gjithmonë. Mbetet për të parë, gjithsesi. Zoti Roshu, unë falenderoj që të kisha sot. Faleminderit që më dhat mundësinë të komunikoj me njerëzit e qarkut Durrësit. Të nderuar të shikues, ky ishte Këndvështrim për sot. Ishim në studio me Artur Roshin, kreun e Ballit Kombëtar Demokrat. Unë do të takim sërish në emisionin e ardhshëm, bashkë, natën e mirë.